Tani ka plas telenovela keq në Big Brother, shumë telenovela, ajo me atë, ai me atë, ajo me ai me ajo, kështu me radhë, por desha të flas pak për këtë telenovelën këtu. Shikoni pak të skenë. Më do ti mua. Dëgjoni pak. Atëherë ma trego. Si? Si ta tregoj unë ty? Ha. Kash. Të tregon që du, hajde. E zot. Hajde, më lëp, se s'më E myti gostë ujë. Më lëp, se s'më lëp të të putë, se të duam. Më lëp të putë, Do të fut kur të dua unë ty. Ilanjosa. Kur të dua unë ty. Tani është krejt e qartë se unë jam i bindur për këtë që Laerti nuk e do Valbonën, nuk ka si lloj ndjesie dashurie për Valbonën, por Laertit i intereson kjo loja kështu dhe mek të duket si çuni i kërkuar i shtëpisë, nga të paktën nga Valbona, dhe i intereson për lojë. Dhe këtë ja kanë thënë dhe banorët e tjerë, besoj aty, nuk e di tash se më e mend, por duket qartë që Laerti nuk e do Valbonën, nuk e do. Por ajo që duhet të them këtu që kam përshtypjen, po as Valbona nuk e do Laertin. Dhe jam i bindur dhe për këtë, sepse po ta donte Valbona Laertin, do e kishin gjetë një mënyrë që na e kishin treguar dhe neve, por se duke ndërë 24 orë 7 me njëri tjetrin, e gjenë në robi mënyrën. Por ata nuk e duan, ato të dy nuk e duan asnjëri njëri tjetrin. Ata të dy po shfrytëzojnë të gjithën këtë për lojë, sepse e kuptojnë edhe ata të dy aty brenda se telenovela të mban gjatë në Big Brother. Telenovela, lidhja është ajo që të ngre pikë. Sepse e kanë parë tek Gjesti me Eglin, se që kur ka dal Egli, Gjesti ka pas rënje, e kanë parë tek Jozi, e kanë parë te Aldo, gjithë po tentojnë të lidhen me të gjithë, por nuk po lidhet askush me askënd.